Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të martë datë 9 dhjetor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin banka e re digjitale pa deg, inovacion iluzion apo një rrezik i madh sistemik. Zbardet itinerari personazheve që u përgjuan, dosja e Xhaçkës pozinte pluhur, drejtësia e re alergjike ndaj strategjikes. Asfalti korruptiv, shëmbet rruga e re panoramike Shëngjin Velipoj u përurua para 8 muajsh, ja babzia me rrugët në Belsh e Çorrav. Në gazetën Dita mund të lexoni antikomunisti që Sharak, Sali dhe heronjtë e tjerë të rrem të dhjetorit. Do të jetë apo do të shuhet, si do të jetë e ardhmja e qytetit magjik të Gjirokastrës. Në gazetën Panorama do të lexoni krimi infrastrukturës si po shëmben njëra pas tjetrës rrugët milionshë të Ballukut. Të ik Rama dhe Balluku, Berisha lajmëron protestë kombëtare dhe u bën thirrje të rinjve bashkohuni me ne. Në gazetën Panorama Sport mund të lexoni Elbasani mund vllaznin, Martini akuzon gjyqtarin, Ferataj të dorëzoj xhaketën. Milani me 7 shpirtra përmbys Torinon për Kreun, Kivu friksohet anglezëve, Salah jashtë ekipit, Perez duhet të ndryshojmë urgjentisht. Flix në bon Realin, isha në gjumë, nuk e pash. Kampionët kalojnë Vorakët dhe ngjiten në vendin e dytë.